Me 12 qershor të vitit 1926, Leo Vittore Radi, sot pra është ditëlindja e një nane shembullore që i rriti fëmijët e saj me një edukatë kristiane dhe me besimin e madh në Zot, e një bashorte të denjë që s'u nda për asnjë moment prej burrit të saj tu e ndjek nëpër burgje e internime, duke sakrifikuar gjithçka nga jeta e saj. Vittore Radi, bashkëshortja e doktor Lazar Radit, me gjithë vujtet e saj, ajo mbeti një grua e dashur, e fortë deri në momentet e fundit të jetës, në 22 mars 1997. Ja si e përshkruan doktor Lazar Radi në një intervistë të tij me rastin e 1 vjetorit të vdekjes zonjë Vittore Radi. Ajo gru e sakrificave të mëdha e atyne kohërave të vështira. Ashtë shumë e dhimbshme sot në këtë përvjetor të kujtoj gruan teme, atë shoqe të jetës që ndau me mua dhe kafshatën e fundit të gojës, nuk munda asnjëherë, kudo në vështirësinat më të mëdha, ishte pranë meje, ishte me mua. Po shumë është e dhimbshme ta kujtoj sot në këtë përvjetor të humjes së saj, edhe me nxish po pres ditën që të shkoj ashtu siç qenë bashkuar në jetë, të bashkohem me te edhe në vdekje. Nuk harrohet kurrë ajo grua e sakrificave të mëdha, e konave kur me 600 gram bukë në ditë u detyruam të jetojmë, e për të mos u nda nga unë, atë kafshat buke e ndajshin për gjysmë. Nuk mund t'ja harroj unë kurrë asaj ditë e vështira të internimit, në të gjitha pikat, nga kuçi i Kurveleshit, nga Radostina, nga Shtyllasi, nga Savra, nga Qerma, nga Rabza, nga Gjaza, kudo që isha unë. Ajo ishte e lirë, por nuk ndahesh prej meje, me bukë e pa bukë, dhe jo vetëm, po e kisha edhe gru që m'jepte zemër në punën teme.